Mjetet e parapara nga qeveria për mbrojtjen e ambientit jetësor, i cili kap shifrën prej 0,4% nga buxheti i përgjithshëm i shtetit, kanë nxitur reagime të ashpra deri tek shumë shoqata jo qeveritare, të cilat merren me probleme ekologjike. Ata kritikojnë ashpër qeverinë dhe kryeministrin Zaev sepse sipas tyre shuma e ndarë nga buxheti për ndotjen e ajrit flet qartë për jo seriozitetin e qeverisë në luftën kundër ndotjes së ajrit. Aktivistët kërkojnë rritje të buxhetit në 2,5%, në të kundërtën, zgjidhjen e problemit do ta kërkojnë përmes gjykatave ndërkombëtare dhe protestave radikale. Предложение от бюджет за 2018 година. Buxheti i propozuar për 2018, i cili po na provokon neve pasi që është vetëm 0,4% dedikuar mbrojtjes së ambientit jetësor, duke pasur parasysh problemet që i kemi pas dekada me radhë dhe problemi sa vjen e zmadhohet ndërkaq zgjidhje nuk ka. Kërkojmë që të na marrin në konsiderat me qëllim që të fillojë të zgjidhet ky problem. Qeveria përpara se të vinte në pushtet deklarohej si shumë e interesuar për ajër të pastër, por ky buxhet kaq i vogël nuk flet për zgjidhje të problemit. Smetam дека problemot që zagaduvanjето veç. Konsideroj se problemi i ndotjes së ajrit në gjithë territorin e vendit po bëhet një fatkeqësi elementare dhe në këtë gjendje ai i cili është më kompetent nuk ndërmerr asgjë. Neve nuk na mbetet asgjë tjetër përveç se të kalojmë në një instancë tjetër institucionale, ndërsa ajo quhet kërkesë dhe trokitje në dyert të gjykatave ndërkombëtare, sepse shteti ynë është nënshkruese i shumë marrëveshjeve dhe asgjë tjetër nuk na mbetet përveç këtij hapi. Dhe ndoshta paralelisht do të kemi edhe protesta më radikale, dhe jo si ato që kemi bërë deri tash në mënyrë paçësore. Përfaqësuesit e sektorit civil kërkuan nga kryeministri i vendit që të përmbush premtimet e dhëna para zgjedhjeve parlamentare, sa i përket zgjidhjes së problemit me ajrin e ndotur. Ndryshe, vite me radhë Maqedonia përballet me nivel alarmant të ndotjes së ajrit. Situata më e rëndë paraqitet gjatësinë së dimrit, ndërkaq qytetet më të ndotura në mënyrë permanente paraqiten Tetova, Kumanova, Manastiri, Kërçova, Velesi si dhe shumë komuna të Shkupit.